Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ani një qep në ditë dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit, por sipas ekspertëve të Healthline, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm për përdorimet e kuzhinës. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i qepës në mënyrë të përditshme. Ajo është e pasur me lëndë të mira ushqyese. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon në thithjen e ekurit. Ato janë në një burim i mirë i vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin e nervave. Ato përmirësojnë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, ka në veti antioksiduese dhe antiinflamatore, që mund të ulin kolesterolin e keq dhe trigliceridet, si dhe qepa mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut duke lehtësuar punën e zemrës. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në rrezik, qepët mund të jenë një aleat i vlefshëm. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe të zorëve, duke rregulluar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke përmirësuar kështu edhe thithjen e glukozës. Ato forcojnë kockat. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kockat, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin densitetin e kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Luftojnë bakteriet. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale. Përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në organizëm. Ato përmirësojnë tretjen dhe gjithashtu shëndetin e zorëve. Qepët janë zgjidhje ideale për përmirësimin e tretjes. Janë të pasura me fibra dhe probiotik, të cilët janë thelbësor për funksionin e shëndetshëm të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këta probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e mali që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi parandaluese dhe është e dobishme në trajtimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuara kryesisht nga ushqimet dhe mikrobe. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet e shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepët mbrojnë gjithashtu shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit dhe peshën trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja e sërpajve tuajshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Gjithashtu, qepën mund ta përfshini sa më shpesh në dietën tuaj, për të marrë kështu edhe përfitimet më të mira të tyre. Ato përmirësojnë tretjen dhe shëndetin e zorëve. Qepët janë një zgjidhje ideale për përmirësimin e tretjes. Ato janë të pasur me fibra dhe probiotik, të cilët janë thelbësor në funksionin e shëndetshëm të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira.
Këta probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë sistemin imunitar. Qepët luftojnë bakterjet. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale. Përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në organizëm. Qepët forcojnë shëndetin e kockave. Qepët janë një produkt i rëndësishëm për shëndetin e kockave. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Ato rregullojnë gjithashtu nivelin e sheqerit në gjak. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në rrezik, qepët mund të jenë një aleat i vlefshëm. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe të zorëve duke rregulluar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke përmirësuar thithjen e glukozës. Ato përmirësojnë shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë gjithashtu në uljen e kolesterolit të keq dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Qepët janë një zgjidhje efektive për trupin. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt do t'jap masa të mira parandaluese kundër këtyre shqetësimeve. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Por në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga vlerat më të mira të qepës dhe arsyet pse duhet ta përfshini atë në dietën tuaj. Qepët do të përmirësojnë kështu densitetin e kockave tuaja dhe do të sjellin rezultate mjaft të mira. Sado e çuditshme të tingëlloj, disa studime kanë zbuluar gjithashtu se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive për dëndësinë e kockave tuaja. Ngrënia e qepës në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ato që nuk i hanë. Qepët kanë ndikime të mira në nivelin e kolesterolit dhe zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore, qepa zvogëlon kolesterolin e keq që është i pranishëm në trup, ul nivelin e kolesterolit dhe gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, por nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepa do të stimulojë edhe sistemin tuaj tretës. Qepët janë në plot me fibra që parandalojnë gjithashtu edhe rritjen e elementeve të dëmshëm në trup. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zor duke u bërë më të lehta në procesin e tretjes së trupit. Qepët zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tuaj. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet të këqija të pranishme në gojë dhe përmirësojnë higjienën orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu forcojnë dhëmbët tuaj. Ato përmbajnë quercetin, një substancë që lufton edhe kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të shëndetshëm. Qepët ju bëjnë që të flini më mirë gjatë natës. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerohen se konsumi i qepës mund të përmirësojë edhe nivelin e shëndetshëm të këtyre problemeve, duke përmirësuar shëndetin e zorëve dhe duke lehtësuar kështu problemet tuaja të stresit. Qepët luftojnë plaken dhe përmirësojnë dukjen e lëkurës suaj. Të pasur me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, qepët mund të arrini që të keni lëkurë të përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato zvogëlojnë gjithashtu edhe problemet të puçrave mund të kthehen në një aleat të mirë për shëndetin tuaj. Ka shumë element që qepën e konsiderojnë si një produkt mjaft të mirë për shëndetin kardiovaskular. Një përmbledhje e Universitetit të Utahs, të cilit i referohemi, tregoi se hormoni quercetin është helbësor në uljen e presionit të gjakut. Gjithashtu qepa mund të jetë aleati juaj më i mirë për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat parapraken ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.